Sëmundjet kardiovaskulare janë sëmundje që prekin zemrën dhe enët e gjakut. Shumica dërmuese e këtyre për bazë kanë aterosklerozën, që është praktikisht në mënyrë të drejtë për drejtë me thonë plakja e enëve të gjakut. Trajtimin e faktorëve të rrezikut. Pa fillu ende sëmundja kardiovaskulare, pra të merremi me hipertensionin, të merremi me diabetin, të merremi me duhanpirjen, me këto të ju organizu në ndryshimin e stilit jetesës, në qasjen në politika që rregullojnë çështjen sociale, parasysh se stresi është një prej faktorëve i cili provokon paraqitjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Nuk guxon kërkush të thotë unë nuk më pëlqen të merrem me aktivitet fizik ose nuk dëshiroj ta ndroj dietën. Zemra nuk pyet. Ajo e kërkon këtë. Pra këtu duhet jemi pak kompromis nëse dëshirojmë në shëndet.